Dhe kam zhveshur petkun apo uniformën dhe e kam denoncuar publikisht. I tillë kam qenë kur unë kam punuar në qeverisjen e Partisë Socialiste, s'kam pranuar të abuzoj me fondet publike, që donin të abuzonin ministrat që sot janë në burg ose kandidat për në burg, dhe normalisht unë kam fituar lirin, sepse mbetem gjithmonë qytetar i lirë, ndërsa ato e kanë humbur lirin, por kanë fituar para. Unë kam qenë i këtij parimi që më mirë të jemi lirë se sa të fitoj para. Ai që fiton lirin, sipas konceptit tim, njeriu i lirë është gjithçka, sepse së pari jeton lirin, së dyti ju lën trashëgimi pasardhësve, integritetin, dinjitetin dhe kulturën për të jetuar i varfër por me nder. Po të bësh një analizë empirike të gjithë uljet e ngritjeve të jetës tënde, a e ke paguar shtrenjtë lirin? E kam paguar shtrenjtë. Unë shpendi, ndoshta ju nuk e dini, unë kur kam qenë oficer në armë në vitin 1998, kam marrur në krah arkivolin liderit të demokracisë Azem Hajdari. Dhe për këtë jam burgosur. I burgosur? Jam burgosur me 40 orë të vitit 1998. Me çfarë justifikime? Grush shteti. Grush shteti? Si drejtues i grushtit shtetit. Më pas kam fituar pafajësinë, por kam 18 muaj në arrest shtëpie. Pra çka do të thotë që kjo s'është asgjë kur të kujtojmë se shqiptarët kanë vujtur nga 30 apo 35 vite apo 25 vite të burgosur politikë në regjimin e Enver Hoxhës.